Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon të jetë kryetema në skenën publike dhe mediale në Kosovë. Pra, as koalicioni, as zgjedhjet e 9 shkurtit nuk janë më të rëndësishme se sa zhvillimet e fundit në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ish kryeministri Abdullah Hoti e ka bërë një status në Facebook ku ka kërkuar që LDK-ja duhet ta ketë një leadership të ri. Sot, për të folur për këtë temë, e kemi të ftuar nën kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotin Lutfi Hazieri. Zoti Hazieri, mirë se keni ardhur në Blic Interview. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë. Astriti do duhet ta bënte këtë intervistë, mirë po për shkak se ka qenë jashtë shtetit, sot kam ndjenjë që ta realizojmë bashkë këtë intervistë. Faleminderit shumë. Zoti Hazieri nisi me një deklaratë të Abdullah Hotit, i cili tha që pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, pas rezultatit zgjedhor ku LDK doli e treta, kësaj partie i nevojitet një leadership i ri. Si keni parë këto deklaratë të zotit Hoti? Po kjo është pak a shumë ajo që kom thonë gjithmonë. Pa LDK as nuk bëhen proceset, as nuk mbyllet proceset e mëdha politike. Edhe te çështja e demokratizimit, debatit brendshëm dhe demokracisë brendshme, LDK-ja prin tashmë është në traditën edhe në vlerën tonë që proceset zgjedhore nuk e marrin në vëmendjen krejt LDK-s apo zhvendosit vëmendjes të rezultatit zgjedhor, tek pritet që partia parë apo tek opcionet, skenaret tjera kush po bën qeverinë dhe institucionet, po ne merrem edhe me vetveten. Këtë rast për te asaj, për kundër që unë nuk besoj që ka qenë as koha e duhur, as momenti, as rrethonat, zoti Hoti ka dalë me një qendrim publik, sepse LDK-ja ka shtjerë në fazën e parë analizat, le të themi analizat e para të debatit në një takim të kryesisë, ashtu siç është kërkuar edhe nga udhëheci i LDK-s, kryetari i LDK-s, edhe nga kryesia, apo leadershipi i saj. Ne jemi veç në fillim të këtij procesi, por këtu jemi, ne e kemi pa, e kemi përcjell dhe LDK-ja i kthehet në normalitetit vet gradualisht, sepse roli i saj më i madh ka me qenë tash në implementimin e zgjedhjeve. Në atë se si do të duket, si do të rikonfigurohet skena politike në Kosovë, ku LDK-ja ka rolin e vet. Atë rol që ka dhënë qytetarët në zgjedhjet e 9 shkurtit. A gaboj apo a u ngut zoti Hoti me këtë, ta themi, deklaratë, e cila një forma tjetër nuk është që nuk e tronditi LDK? Nuk do të thoya që është gabim, as diçka tjetër, është vlerësim i tij edhe si antar i kryesisë në veçantë, edhe si deputet që ka marrë një mandat të ri, që me dalë me një vlerësim. Ai ka vendosur me dalë publikisht, me dalë jashtë dhomave të debatit që LDK-ja e ka, me dalë. Zotë nuk është e raport, LDK me përcjell kjo lloj mendësie që debatet politike i nxjerr jashtë, nuk do të thoya i vjell jashtë politikisht, po i nxjerr jashtë, secili kur të mendon kohën e vet, mënyrën e vet, formën e vet. Por ajo që është e vërtetë ne brenda kemi diskutuar, kemi debatuar, krejt është vlerësim i zhurmshëm, do të thoya, edhe brenda, sepse jemi të menduar të zhurmshëm. Ende nuk janë bo analizat e sakta. Pse, si, sepse perceptimi publik për LDK-n para 9 shkurtit ka qenë më i mirë se çka ndalen rezultati. Aja që kom thonë gjithmonë, edhe që është e vërtet, perceptimi publik nuk është e vërteta. Për delë që nuk ka qenë ashtu, por ne kemi punu në kuadër të angazhimeve politike me njerëz të LDK-s, me njerëz që kanë pas hamendje, me njerëz që kanë humbur besimin, me njerëz që kanë humbur besimin në institucione, edhe me njerëz që ju ka bëu dheu i pajetueshëm. Po megjithatë nuk është që ju përkthy LDK-s në vot. Pa LDK-ja, edhe pse pritet një rritje më të madhe, në fakt e pam rezultatin. Do thotë një rritje, ta themi kështu, modeste, vetëm 15%. Ramjet e mëdha politike janë të vështira mu kthy. Sepse në fazën e parë gjithmonë duhet... Rritje për 5% flasim. Po, natyrisht, po në fazën e parë duhet gjithmonë me ndalë trendi negativ. Shumë angazhim politik, shumë mundi politik, veç për me ndalë trendi negativ. Ky trend negativ është ndalë, sepse shumë lehtë është, aja që thuhet në tojza, për me bo keq, veprimin është shumë lehtë. Aja që i ka ndodhur LDK-s në thymjen e madhe në zgjedhjet e vitit 2021, pas një bashkëpunimi disa vjeçar, 3-4 vjeçar me vetëvendosjen, në opozit, pas një bashkëpunimi të mirë edhe në kauza kundra i partive që udhëheshnin me Kosovën atë kohë.
dhe pas një negociate disa mujore në arritëm e ndërtu edhe qeveri, krejt qka zgjati 50 ditë. Sepse s'ka pas besim, s'ka pas mirë besim, s'ka pas kur gjo që është arrit mrena këtij qëllimit. Por lëvizja që ndodhi, prerja madhe që ndodhi mrena javës, ke akt. Zonja Vjosa Osmani bani akt politik. Lëvizja ka qenë e lehtë politike për to, e vështirë për neve, por goditja ka qenë e jashtëzakonisht e madhe. U lexu si jo tronditje politike, u lexu si aksident politik, por që LDK-ja pagoi me çmimin politik. Tani, këta numra të fundit, 9 shkurtit, tregojnë ndalje edhe trendi pozitiv. Trendi nga ajo ndalje e ramjes të keqe LDK-s, kemi një rikëthem pozitiv të mbështetjes politike. Zoti Hazie, ju në zgjedhjet e lokale të vitit 2021, LDK u rrit, pra i fitoi pjesën më të madhe të komunave. Megjithatë në këto zgjedhje nuk është reflektoi ta themi ai rezultat. Aktualisht keni numrin më të madh komunave. Më thonë pas bashkimit edhe të zotit Gjafer Gashi. Nuk është rasti, ju e keni kap një të vërtet madhe. Rikthimet e mëdha të LDK-s ndodhin përmes pushtetit lokal. Nuk është hera e parë. Pra ju po i vlerësoni si suksesshme për LDK-n zgjedhjet e 9 shkurtit. 9 shkurtit janë zgjedhjet kënaqshme, a janë të mjaftueshme, s'janë të mjaftueshme. Po ndalja dhe trendi pozitiv i rikthimit të LDK-s është i mirë, është pozitiv dhe është tregues i qartë që zgjedhjet lokale dhe përgatitjet për zgjedhjet lokale sa më herët që fillojnë LDK-s ja krijon mundësinë e rritjes dhe rritjes numrit komunave, që është shumë e vërtetë. Pse po them nuk është e rastishme që LDK-ja kthehet përmes pushtetit lokal. Tashmë u konfirmua edhe herën e tretë në historinë e saj 35 vjet. Edhe në zgjedhjet e para historike, mas luftës LDK-ja ka fituar përmes zgjedhjeve lokale. Është rikthy. Perceptimi në atë kohë ka qenë që LDK-ja mas luftës është organizat e shkapërderdhën politike. E humbën, e rame në fund të humnerës, e jo në pikë të humnerës, do të thoja. Siç po atribut. Edhe në mas asaj ndarjes së dëmshme të vitit 2006. Rikthimi i LDK-s ka ndodhur pra përmes pushtetit lokal. Deri në 2013 jo ndash, po është rikthy. Edhe tani ky rikthim po ndodh përmes pushtetit lokal. Po megjithatë jeni partia e tretë. Kthehemi edhe një herë tek zoti Abdullah Hoti. Pra ai përpos që kërkoi leadership të ri, u ankua edhe tek votat e diasporës. Mirë, por nuk është i vetmi zoti Hoti, pra kem pa edhe zotin Arben Gashi, edhe nëse s'gaboj zoti Drejton Selmani, pra disa kandidat për deputet, disa figura të rëndësishme të LDK-s që u ankuan edhe në këtë pjesë. Çka po ndodh me këto vota? Çka po ndodh në LDK? Pse ndodhi kjo? Edhe VV-ja ka bë ankesa në institucione në PZAP. Përkundër vullnetit mirë që të valorizohet, të vlerësohet, të krijohet mundësia ligjore që vota nga mërgata të vijnë në Kosovë në mënyrën më të mirë, më të drejtë, më të bardhë, të mundshme. Kësa here kompromitimi më i madh, do më ka më i madh procesit zgjedhor të 9 shkurtit, nuk pidel vetëm ramja softverit dhe humbja e besimit në atë që quhet numërim, edhe kujdes ndaj votës qytetarëve, po del vota e mërgimtarëve, fatkeqësisht. 4 forma, 4 modele, 4 mënyra, 4 rrugë që çdo mërgimtar ka pas mundësi me votu, sipas zgjedhjes vet, lirë, drejt, nuk dolën që të jenë të besueshme dhe nuk u leju që ai vullnet i tyre të shkon deri në fund. Vota përmes ambasadës dhe konsulatave, u kompromitu 100%, është e pabesueshme. Shërbimi jonë diplomatik dhe konsullor, ndërhyrin proces, sepse ata thasë me vota, na për podrume, na për koridore, na për skaje, na për aeroporte, na për veturat ambasadorve, nuk japin siguri që vota nuk është shpreh. Edhe vota me post fatkeqësisht po ndryshon trendin, nuk po lexohet drejt edhe nuk po besohet. Tani tendenca me bo me gisht drejt LDK-s është me msheft bomat e veta. Po flasim po edhe kandidat njerëz të LDK-s. Po edhe kjo është e vërtetë. Çka ndodhi? Edhe kjo është e vërtetë. Ka ndryshuar trendi i votave të mërgatës. Nuk është i njëjtë. Nuk është i njëjtë. Nuk keq përdori votat e diasporës. Tani do të nuk jam për atyrëve që nuk jam për atyrëve që muj me thonë kur gjo, sepse nuk jam ka besoj që ka kapacitetet tilla negative, të energjive negative dhe të skenareve,
në atë nivel që e me ndryshu vullnetin dhe e me ndru trendin e votës. Po ajo që ka lexohet drejt, është vërtet, trendi i votave në mbrana LDK-s, në Kosovë, tek votat qytetare, tek votat e njerëzve me aftësi të kufizuar, tek atyre që kanë votuar në spitale, në burgje, dhe çdo kategori tjetër është e njëjtë. Vota jashtë kësaj nuk ka trend njëjtë. Nuk ka. Që i bie? Që i bie që duhet më pa deri në fund, duhet më zbarë deri në fund çka ka ndodhur. Nëse ka ndodhur nuk ka të bëjë me LDK-n, nuk është e LDK-s, është e papranueshme, mund të jetë një individ, mund të jetë gjithçka tjetër, por LDK nuk është. Megjithatë, edhe nuk mundet me bashkëtu me LDK-n. Është interesant që votat kanë qenë të koncentruar në kandidat të caktuar. Pra as ky trend nuk është prandar në kandidat, ta themi në shumicën, por në kandidat të caktuar. Flas edhe në LDK tek votat e diasporës. Po kjo është ajo që është gjetja më e madhe deri tash. Përdesa organet tjera nuk kanë folur, unë besoj që janë të marrë në mënyrë aktive për me zbarë çka ka ndodhur në mënyrë që me bëhet besueshëm. Spaku nëse ka ndodhur do të më nal, ata që përgjigjet do të më ballafaqu me ligjin. Pjesëmarrësit janë beneficiues eventualisht do të më ballafaqu me ligjin. Nuk është kjo pranueshme. Sepse s'u në rastet korruptive, edhe ai që jep edhe ai që merr janë barabar para ligjit. Edhe këtu, edhe ai që ka organizuar, edhe ai që ka marrë barabar para ligjit. Nuk mundet më amnestu askush. Zoti Haziri, a mund të kemi lëkundje të karrigës së liderit të LDK-s, leadershipit aktual të zotit Abdi Gjiko? Kem pa dhe zotin Velio që ka dalë kundraj, thash zoti Hoti, pra mund të kemi, ta themi një tronditje ose në kuptimin që a duhet shka LDK në zgjidhja të reja? Apo mendon që... Po s'ka kërkuar zoti Hoti largimin e zotit Abdi Gjikos. Po leadershipi i çka nuk kupton për ju? Kryesi i re. Zoti Hoti ka mujt. Zoti Hoti ka mujt me qenë eksplicit me lip kryetarin e 5 LDK-s. Udhëheci i ri. Udhëheci e re. Po shumë leadershipi i ri, unë nuk po du me deformu as pozicionin politik, as pyetjen tuaj, vërtet. Kjo nuk kupton leadership tri është vërtet. Po në kuptimin kur e dëgjojnë njerëz kanë filluar me pyet, a ka të bëjë me kryesinë, a ka të bëjë me kryetarin. Po shohim asnjëna nuk ka të bëjë. Edhe në opinion që përmendet duhet jetë Hikmeti Bajrami, ta themi jo Lutfi Haziri. Kjo është edhe më e keqe. Lakimi jam, unë kam qenë kandidat për kryetar LDK-s. Dhe lakimi jam në këtë fazë nuk bën deri kur gjë, sepse kryetari i LDK-s është zgjedhur në mandatin e parë me 19 nëntor 2023. Në themi konsenzus, përveç kuvendit zgjedhor kemi pas edhe konvent programore, e mandej aja reflektimi edhe mbështetja përmes konsenzusit ka shpërthy, le themi, në atë konventën e madhe që LDK-r ka organizu. Tani këtë që ka të bëjë është ky mandat politik duhet me e punu në unitet politik në brendshëm dhe me mësu, jo me kontribu, po me mësu të tjerët se si ndërtohet uniteti institucional në Republikë Kosovës. Sa i përket implementimit zgjedhjeve, sa i përket debatit në brendshëm brenda partive politike, sepse edhe kjo duhet një lloj mësimi, jo vetëm mësu në unitet, po le themi dallimet e LDK-s për rrugën se si më rikthye nalt, më kthy si partia e parë kanë me vazhdu. Është vlerë e jonja, mos t'i marrim si diçka që po ndodh, po zihet, jo, nuk ka mundësi kërkosh ma. LDK-n me prek, me thy, me kthy mbrapa, apo me rrëzu si pas shefave të veta. Pra, nuk sheni rrezikun e një fraksionit a themi të ri në LDK. Kur gjohë nuk ka këto, pas një debatit në brendshëm. Asnjë pozicion, as vetë zoti Hoti, nuk është të kontribu për thyrje apo për fraksionim, është të kontribu për një debat në brendshëm LDK. Po historia gjithmonë ka tregu që këto debatet shumë shpesh edhe ja kanë lëkund, ta themi karrikën leadershipit të LDK-s. Jo debatet, më lejoni ta them, asnjëherë debatet se kanë dëmtuar LDK-n, e kanë kontribu. Arroganca e disa funksionarëve të LDK-s, po. Arroganca në mbrojtje apo arroganca në kundërshti. LDK-s i ka shkaktu që militantët saj me u rigrupu, mu mobilizu, mu mbledh rreth dikujna ma shumë ose ma pak. Kjo është ajo që LDK do të me nxjerrë mësim. Nuk do të me leju në asnjë mënyrë
me deklarata arrogante, me sjellje arrogante, në emën të argumentimeve, të faktimeve, të gjetjeve, dje apo pardje, me dalë me mbrojt LDK-n ma shumë se ata që e kanë mbrojt, e kanë ndërtu, e kanë zhvillu. E asë ma pak, asë ma shumë se ata që jënar dje, jënar para 1 vjetëve, para 2 vjetëve LDK, dojnë me kontribu. Të na nuk ka moshë në parti, ka, le themi, jemi të barabartë, asë ma të vjetër, asë ma të ri. Por, do të më rikëthy LDK e meritokracisë, që në ka shkel. Jo tash, në 2007 në shkel meritokracia. Dhe herën e parë kur është meritokracia, LDK së ne ka riparu kur domin e vetë. Nëse këtejt meritokracisë, vlerësimeve, rujtjes së parimeve të sajt, vlerave politike që ka LDK-ja, duke e distancu kontribut dënësën prej konzumusit. LDK janë ka gërryn konzumusit, janë ka hajnë, janë ka hargjojnë konzumusit që nuk kanë kontribut, nuk japin kontribut, nuk kanë dije, nuk kanë kapacitete me dhonë, por rinë anash një Kush janë këta konsumues që po e gërrojnë LDK? Nuk ka të bëj, jeni i dyti LDK-s? Nuk ka të bëj me emnat përveçëm këtë fazë. Kur gjës ka të bëj. Ka të bëj me vetëm gjetjet që unë i kam bo dhe mësimet që kam dhirë në proceset caktume politike. Unë i them randa gjithçka që duhet me thonë, besoni. Edhe me emna të përveçëm, edhe me proces. Jam i tharë gjithmonë me folë për proces, për dukurim rana procesit. Për ato që këmë thonë, edhe këto zgjedhje. Sepse po shifni edhe debati, këtë fazë po sillen. Po mendojnë që njerëz LDK-ja ka fitu, pse ka fitu ulësën e deputetit një, ai apo ajo mrena LDK-s. Që nuk është të vërtet, sepse beteja e ti apo e saj e fitume, nuk është luft. Zoti Abdi Gjiku, në luftën politike, LDK-n e ka qu në këtë rezultat, e ka zbarë me këtë rezultat që e ka thonë qytetarët e Kosovës. Dhe kjo është pika ku do të më lallë me diskutu. Kjo është lufta politike që LDK e ka më rri. Sepse me pas punu të gjithë, e mos me pas suksesin personal dhe numrat mrapa veti personal, po me punu për rritin e përqindjes partisë, me ndimu zotin Abdi Gjiku, me ngrit partin për pjetë. Në atë pikë, edhe numri deputetëve kishen shumë më madh. Akuzat janë që edhe Abdi Gjiku bëri gabimet e tij. Zonja Doar Sakica erdhën nga VV-ja, doli e treta, pastaj Abdullah Hoti doli poshtë, Arben Gashi shefi i grupit doli poshtë. Pra janë disa elemente që shihen sikur edhe Abdi Gjiku pak bëri ta themi selektime. E di që thirrën në ato që ka një hierarki në parti. Po megjithatë, tash dua të dal ndoshta tek pyetja e fundit, tek pjesa e parë, edhe pak ditë presidentes aktuale Vjosa Osmanit i s'ka dënë mandati. Shumë kush po mundohet që ta lidh edhe mundësinë e rikthimit të saj në LDK. Edhe pak a shumë këto, ta themi, këto përplasje aktuale, a mund të ndërlidhen ndoshta me një rikthim të mundshëm të saj? Ndoshta ta marrë partinë Vjosa Osmani? Apo nuk e shihni fare në asnjë matematikë? Vjosa Osmani Sadryu sot është president e Republikës. Po dhe pak mu i ka mandat. është pa mandatin e dytë në presidencë. Vjosa kret atë zhvillim politik, që ka po përmes aktit, kalimit, si në kryetare LDK-s, kryetare Kuvendit të Republikës, e nominume për kryeministër nga radha LDK-s. 2019. Që e nuk mori përgjithësi për rezultat zgjedhor, ne morëm përgjithësi për rezultat zgjedhor. Sepse ne kemi nominu për kryeministër, jo për kryetar të Kuvendit. Kemi negociu 4 muaj me kryetarët e Kuvendit. Jo dini negociata në LDK kanë qenë me zhvendos zotin Glau Konjufça për zyrës Kuvendit në Ministritë e Jashtme. Dhe kemi maksimalizu, dhe kemi morë. Edhe kemi morë vendin e presidentit në atë kohë. Ky akt që zonja Osmani Sadryu në atë kohë e ka bo, ka shi procese politike, nuk e ka bo për mori këthin LDK. E ka bo për më bo presidente për shijet, sepse as kryetari Kuvendit, as kryeministri nuk u dollën të mjaftueshëm. Nuk ishin mjaftueshëm të bollshëm për ta. Aja pas ka synu presidentin, aja synon edhe punon me morë mandatin e dytë për presidente. Pra nuk e shihni. Ai do të LDK-ja, i do të për është pa mjaftueshme. Pra nuk e shihni opsionin që Vjosa Osmani mund të rikthehet në LDK, pra të ketë ambicie që ta marrë drejtimin e partisë. Nuk e shoh në asnjë mënyrë, unë e shoh Vjosa Osmanin e angazhume politikisht për një mandat dytë në presidencë, ku LDK-ja mund ta ketë rolin kryesor.
A ja jap shtetin LDK-ja, as ja jap shtetin LDK-ja sigurisht e parë, kjo është çështje që duhen me vendos deputetët e zgjedhur, por sot politikisht, me qenë korrekt me juve, nuk ka vot nga 20 deputetë e LDK-s, nuk ka vot. Ju nuk do ta votoni personalisht. Jo sa Osmani nëse garan Cila është arsye me votu? për presidente. Cila është arsye që do të me votu? Po cila është arsyeja mos me votu? Herën e kaluar Abdullah Hoxha se ka votu për shembull. Kur e ka votu LDK-ja. LDK-ja kur e ka votu? Se ka votu Abdullah Hoxha prapë zgjedh. Mendoni që ka qenë shërbim të vetëvendosjes? Kjo është arsyeja? Herën e kaluar kryesia e LDK-s ka bërë vendim të mençur politik që e ka Po tash janë rrethona tjera zoti Aziri. rrethona tjera, kriza tjera. Jemi në situatë. Aja që thot, pozicioni më i mirë që presidenti sot e ka është në thonjën e Churchillit, del nga thonja e Churchillit. Mos le asnjë krizë të madhe me shku dom. Vetëm që mundet me kapitalizu, bukfalisht thonjën e Churchillit është këtë krizë të madhe politike, zonja Osmani nuk ka me lanë me shku dom. Çka mund të bëjë të rizgjidhet presidenti? Po është vetëm rrugën, është vetëm kërkesë që jam të po, aja edhe ambicie e ka mandatin e dytë, sepse nuk ka mandat tjetër. Presidenti i Kosovës i ka 2 mandate. Po ju tha që LDK se voton. LDK kanë thënë që nuk e votojnë. AOK nuk e voton. Ka do t'i marrë votat. Tani jemi në një vit tjetër. Situata pas zgjedhore do të zbardhet shumë shpejt, kush do të bën institucionet dhe si do të bën institucionet. Këtë fazë po shihet që presidenti Hapshtir do të jetë pjesë e marrëveshjes politike. Nëse ndodh që të ketë marrëveshje politike, atëherë prej muajit tetor nëntor deri në shkurt mars, çështja e presidentit mbyllet në Kosovë. Si çështja e mandatit. Por kemi zgjedhje lokale në Kosovë në fillim tetorit, që është po ashtu e rëndësishme në Kosovë për politikën kosovare, është zakonisht shumë e rëndësishme, edhe krejt kjo rrugë politike nuk ka me kalu vetëm me zhurma politike dhe debate. Besoj që ka me pas angazhime shumë serioze për gjetjen e një formule dhe një situate që Kosovën ka me vendos në stabilitet politik. Sepse bota po rrshet, bota po ndryshon. Kosova sot, kur po flas me na, nesër, sonte, kur do që jemi, është ka esna për terr politik. Kërkush nuk e din çka ka mendon me rajonin tonë. Cila është perspektiva evropiane e Ballkanit Perëndimor? Cili është roli i NATO-s në Ballkanin Perëndimor? Sepse ka rikonfigurohet pozicioni i NATO-s për shkak të rikonfigurimit amerikan. Trumpizmi e ka trondit, e ka bërë zhvillim tektonik politike në botë. Dhe natyrisht Kosovë nuk ka komoditet mos sjell kështu. Me vazhdu tash me hyrë në akademi edhe në vizita përkujtimore, 25 vjet mas luftës, e me harru për shkak të dëshmorë dhe martir që ne i përkujtojmë, e kanë dhënë jetën që të mbrohet kjo liri. Jo të bëhet kjo liri ma, po të mbrohet kjo liri, të mbrohet kjo republikë, edhe të mbrohet atë dhe jo në fundja shumë më e rëndësishme se jeta, mirëqenia, ambicia dhe karriera politike. Në veçanti vetëm një situatë është më e rëndësishme se shëndeti dhe mirëqenia në jetë, edhe tek ne, edhe në histori. Vetëm kur liria dhe paqja të cënohet është më e rëndësishme se ne. Zoti Aziri, kaq për pjesën e parë, pjesën e dytë e vazhdojmë në zyret e LDK-s, ku do të flasim për qeverinë e ardhshme dhe koalicione. Mirë se vjen, faleminderit. Zoti Aziri, kthehemi me pjesën e dytë, ku do të flasim për formimin e institucioneve të reja. Pra kanë kaluar, ta themi, më shumë se një muaj e gjysmë prej kur janë bërë zgjedhjet, ndërkohë që nuk kemi pas, ta themi, asnjë lëvizje nga partia që doli fituese e zgjedhjeve, nga vetëvendosja për formimin e koalicionit. E kemi pas zotin Kurti që ka thonë presim certifikimin e pastaj flasim. Si keni parë këtë, ta themi, mosveprim të Kurtit? A nuk ka vullnet për formimin e institucione, apo mendoni që jemi në komoditet dhe nuk kemi nevojë të ngutemi për formimin e institucioneve? Pjesa e tretë e zgjedhjeve, që është implementimi i rezultateve zgjedhore, është pjesa po aq e rëndësishme sa edhe procesi i zgjedhjeve, edhe procesi i parë fushata, kur filloi më përgatit. Domthonë praktikisht, zoti Kurti, nëse shohim nga afër edhe pjesën e parë, fushatën zgjedhore,
e ka udhëheq në parimet e një fushate negative, denigruese dhe përqarse. Ditën e zgjedhjeve i ka ra sistemi software dhe kretaja zhurëm që u prodhu për orës 8 deri ora 9:30 për kundër që ne kemi komisioner vëzhgues, verifikus dhe ishim Se mendoni që Kurti ka ndërhyrë në Serbia? Po kjo është ajo që ofron garanci, sepse KQZ është organ i pavarur, por ofron garanci. Nëse partnerët e mëdhej si Gjermania të ofron software, program mirë, i cili 80 milion gjerman i bind, 84 milion gjerman i bind që zgjedhjet, numrimi i zgjedhjeve ndodh mbrana 24 orëve, pranon rezultatet, partit dalin me qëndrime politike. Këto janë ato që e lidhen me rolin e qeverisë. Edhe në pjesën e tretë po vazhdon jetë. Pritje për certifikim, akuza, ankesa, mekanizmi ankesës. Po pse po bën këtë? Mendoj që është në kuadrët mendësisë së tij. Zhagitja e çdo lloj problemi, e çdo procesin, sepse nëse shohim edhe 4 vjet qeverisje, mos hyrja në reforma, specifikisht, mos marrja me problemet mbrëmshme, çdo ndo sektor që e merr, është pjesë e mendësisë, është hyrja problemit. Me faktin që nuk merresh me arsim, nuk merresh me shëndetësi, nuk merresh as me infrastrukturë sportive, as me infrastrukturë, as me një projekt caktuar, po merresh vetëm me pozicione deklarativ, me qëndrime politike deklarative, merresh me opozitë, mbyt deri ngulfa deri mbytje dialogun politik, dialogun social. Te partneri më i mirë i lëvizjeve të majta çfarë është vetëvendosja është sindikata. Krejt botën janë partner në qeverisje. Këto mbytet deri në fund çdo lloj dialogu. Kjo është mendësia e qeverisjes, por me lanë shkurt prap i dha një rezultat. Përkundër që qytetarët nuk ja dhanë sikur herën e kaluar të drejtat e mëdha për me udhëheq procese përpara, sepse besimi për të dhënë me votë mbështetje në nivel të tillë OSB, është e vërtet. E ka vendosur një lloj pjesëtimi, jo të barabartë politik, po ju ka dhënë rol gjitha partive politike. Kurti tha në një deklaratë që do ta bëjmë qeverinë vetë. A mendoni që vetëvendosje i ka numrat që vetë me ta formoj qeverinë? Po mirë që për konfirmon Se tash vetë. matematikisht e dim që nevojiten edhe disa vota. Sepse në natën e zgjedhjeve me nënë shkurt, ai tha do ta bëjmë me partner. Alternativa edhe Guxo. Pra që janë partner. Ata janë partner parazgjedhor, sepse tash ne dim që i ka 48 deputet. Po ajo i atribu atyre, ndërsa pjesën tjetër e cilësoj si hajvanat politik. Që i bie, ka mbyll rrugë për një bashkëpunim mundshëm, këtë rast me LDK-n, sepse Aja jeni i dyti LDK-s. Aja ka qenë vullneti politik që ka mujt atë natë me thonë. Qytetarët e dashur u mbyll procesi zgjedhor, këtu mbyllet debati zgjedhor, këtu mbyllet fjalori zgjedhor, këtu mbyllet gjithçka, tash jemi në fazën tjetër, për Republikë edhe për institucione do të veprojmë kështu. Do të hapen rrugë, do ndërtoj dialog, negociata, sepse negociata tash nuk ka kurrë tjetër. Por ai tha jo. Dhe ky është akti politik që e ka konfirmu mendësinë e tij politike. Do të vepron sikur që ka vepruar gjatë zgjedhjeve, sikur që ka vepruar 4 vjet qeverisje, nëse të quhet qeverisje, sepse unë nuk muj me pranu që qeverisje, kemi të bëjmë me administrim, kjo republikë po administrohet politikisht, nga një parti politike. Edhe aq ma keq nga një njeri. Tash nuk e kemi trojken mo, sepse deri para disa muajve kam thonë trojka politike në Kosovë, po udhëheq me gjithçka, por tani tash është koncentruar në një njeri vetëm, një lider, i cili lideri i vetëvendosjes, dhe i cili ka marrë këtë mandat tani politik për me zbatu. Partia e parë, zbatimi i rezultateve zgjedhore do të varet nga ai në radhën e parë. Dhe nga të tjerët në radhën e dytë. Të tjerët mund të jetë secila parti politike e cila arrin me bosh shumicë. Pra ju thoni që LDK-ja nuk do të hyjë me asnjë kusht me vetëvendosjen e Albin Kurtit. Nuk ka lënë asnjë formë, asnjë rrugë, asnjë mekanizëm, asnjë mundësi, as kurrë në raport me LDK-n. Nuk ka lënë tani. Për interes të vendit që LDK-ja u sakrifiku gjithmonë, nuk do të hyni? Nuk ka më agjendë
që LDK-n e bind për me ndryshu qëndrimin. Ne, kretë që ka kemi bo këtë ditë, është që ne kemi rikonfirmu qëndrimin tonë para dhe gjatë zgjedhjeve. Çka kemi thonë para dhe gjatë zgjedhjeve, do ta mojmë pas zgjedhjeve. Konsistencën tonë politike. Sepse është bojë legjendë urbane, aja që LDK-ja, si që thëtë, për agendë shtetënore, LDK-ja ndryshon qëndrimin, LDK-ja bot konstruktive, LDK-ja bot urë, LDK-ja bot partije cila mbyll proceset, për cilën unë besoj që ne kemi ato kapacitete, kemi kapacitetet politike edhe dije edhe ekspertizë për me ndërtu proceset më dha, pa cilët edhe tash po them, për përsëris të njerë me na emisionin, nuk bëhen pa LDK proceset. As nuk mbyllen, as nuk bëhen. Po, pas parasysh këtë peshë... Këtë rol, na po them, roli jonë ka me qenë këtu. Na këtu kemi me pas një rol, vetëm këtu. Roli jonë është që ne kemi lexu drejt rezultatin, ne kemi thonë njerëzve, anaj besimin për kryeministër me udhëhet qeverinë. Kemi program ambicios, po, është vërtet. Mos u frikoni për numrave, sepse ne duhet me shkaktu proceset më dhaja. Ne ka arë koha me shkaktu proceset më për mrena Kosovës, mrena dhejot me punu, ma shumë. Mos më humbë kohë në relacione tjera, sikur që ka ndodhë dhe këto 4 vitet e fundit. Ata ne dhaneve votën për këtë nivel, në dhanë venën e tretë. Po, zote Haziri, edhe pak muaj është edhe posti presidentit. Pra, mund të lexohet edhe si rritje pazarit. Ne dim Vlani, tash kthehemi pak në histori, jo deni që ka qenë një koalicion pasgjedhor i partive opozitare, që në fund LDK-ja mori kryeministrin, Isa Mustafa u bë kryeministër. A mund të kemi një skenar të ngjashëm, apo mendoni që LDK-ja i ka mshu ta themi kështu një vi të preme vetëvendosjes? Definitivisht ne nuk jemi të interesuar me marr rezultat në tavolinë. Ne jemi të lexuar rezultatin zgjedhor qytetar. Me vetëvendosjen? Jo. Me vetëvendosjen është çështje e mbyllur. Sepse në raport me tjerë, për dallim prej tjerëve, na kena provoj pune me vetëvendosjen. Pra nuk është rritje e pazarit. Nuk është rritje e pazarit. Pazarit politik. Jo, nuk është, jo, sepse ne me vetëvendosjen kemi pas histori bashkëpunimi me Vlanin, e asaj kohë, që LDK-ja ka shkaktu proces. LDK-ja ka parandalu PDK-n me pas qeveri. Edhe kemi... Pastaj ka shku me të? Në negociate, po ka morë zyrën e kryeministrit. Po tash s'mund të kemi skenar të ngjashëm. Jo, skenari tash, çfarë iniciative politike ka pas tash? Iniciativa politike ka ndodhur pas disa javë mas zgjedhjeve që Lëmir Abdixhiku ka taku kryetarët e partive politike që janë në opozitë. Ka taku, nuk ka pas vetëm komunikim, që ka ndodhur një komunikim edhe mas zgjedhjeve, po ka pas takim pune. Po çka ka dalë nga ato takime? Kjo e njëjta që po ja them edhe juve. Jo, edhe kjo që po ja them juve, është roli i LDK-s është ky, na do të rrim konsistent, qëllimi i LDK-s ka qenë kjo, oferta e LDK-s për qytetarët ka qenë që ne me udhëhet qeverinë, ne me vendos stabilitet politik, ne garantojmë stabilitet. Kur udhëheqim qeverinë, na garantojmë stabilitet në qeveri, edhe garantojmë stabilitet institucional. E bëjmë zgjedhjen e problemit të çështës së presidentit. Kur e përmena bashkëpunimin me vetëvendosjen, le ta shpjegoj cili është faza e dytë e bashkëpunimit. Është 2019-2021. Po 2019 nuk ka ardhur rastësisht. 2019 ka ardhur si pasojë e bashkëpunimit 2017-2018 në Kuvend Republikës. Edhe Abdullah Hoti, edhe Vjosa Osmani, edhe disa kolegë tjerë deputet kanë bashkëpunuar 24 orë 7 ditë me vetëvendosjen në Kuvend Republikës. Ju a dini se janë cilësu në atë kohë këta njerëz mbrana LDK-s. Zyrja vetëvendosjes në LDK. Fjalori, angazhimi opozitor, angazhimet, kauzat e përbashkëta, njerëzit fillon me i pa bashk. Ka pasur edhe anën tjetër që kanë thonë po sillni si LDK-n, sepse nuk ka qenë ky lider i vetëvendosjes në atë kohë, ka qenë leadership tjetër. Kanë filluar atë me thoni po sillni si LDK, LDK ka qenë zyra të saj në vetëvendosje. Por kjo e pruni në një pozitë ku LDK-ja e ushqej rivalin e vetë përmes partneritetit. Pra, ka qenë gabim strategjik. Ne ushqym me oksigjen politik, e ofrum, e rehabilitum, e mësum, dhe në 2019 ata dolin rival vetëm LDK-s, nuk doli as PDK-ja as partitë e tjera.
dhe për 0,6% dolin para nesh. E bom qeverin, arritëm me shkaktu ato që e spjegu më dhe marët, qeverin, sa zgjati, 50 dit. Pse? Zoti Kurti nuk ndërton partneritet dhe nuk ndërton proces. Zoti Kurti vepron në mënyrë të tillë, me akt, bon veprime, të befasueshme, mbrana natës, pa konsultime, sepse partneriteti ndërtohet në raport të interesave bashkëpunimit ndërsjellët, dhe nuk mundet me ndodhë për një ditë, as për një javë, as për një muaj. Partneriteti merr kohë, edhe që dhe të populli me mikën e mirë do shme amur dhe thasë kryp. Por kjo neve na kanë dhënë mësimet më të mira tash, nuk mundemi me hyjë. Pra jo sheni që nuk na kena provojmë bashkëpunim. Nuk ka domethënë komunikimi edhe bashkëpunimi me vetëvendosjen. E thatë që nëse do shtani parë në këtë rast vetëvendosje, atëherë radha i vihet të dytë, në këtë rast PDK-s. A ka LDK-ja qëndrimqartë sa duhet hyj me PDK-n apo jo, sepse aty nuk i takon kryeministri. Nëse flasim për thatë që nuk e duam më kryeministrin tavolinë. I dyti është secili kandidat që bën shumicën. Presidentja... Pra se përjashtoni mundësinë pa vetëvendosjen ta keni kryeministrin. Definitivisht kjo nuk ka të bëjë vetëm me LDK-n, se po lexohet si tillë demokratike, ai takon atij që e merr një vot më shumë po. Ai që ka një vot më shumë e ka mandatin. Partia parë është e para, partia dytë është partia e dytë. Por në rrugën kushtetuese për me ndërtu qeverinë, thuhet partia parë ka mandatare 14 ditë, me morë mandatin, nëse nuk e ndërton qeverinë për 14 ditë, i kthehet mandati presidentes, presidenta vendos për nominimin e dytë për secilin kandidat i cili arrin shumicë me ndërtu qeveri. Nuk jap dytit as tretit as pestit. Munden edhe jo, edhe unë dhe secili që ndërtojnë shumicë. Po nga këto takimet që kanë pas liderët opozitar, a ka një dakordim se kush duhet jetë kandidate për kryeministër nëse dështon zoti Kurti? Nuk jemi në atë fazë pune edhe nuk jemi në atë fazë takimeve. A ka vullnet prej 3 liderëve që... Me thonë drejten, vullneti i vetëm politik që ne kemi konfirmu... Këtë qeveri? Vullneti i vetëm i politik që kemi konfirmu, tash edhe kolegëve tonë, partive kryesore politike përveç vetëvendosjes, është LDK-ja e runë qëndrimin e vetë që ka pas para dhe gjatë zgjedhjeve. Qëndrimi jonë është as. Dhe më thonë as më këta, as më ata. Qëndrimi jonë është konfirmu as. Për momentin, është tonë, ne jena në vlerësimet e para, ne jemi në këtë nivel të vlerësime politike, nuk jemi në asnjë mënyrë të hyjë në një koalicion qeveris me partinë e parë, dhe nuk jemi të interesuar me hyjë në koalicion me qeveri që në afat shkurta, që s'kanë stabilitet, që kanë mjegull politike, sepse janë zgjedhjet lokale, janë zgjedhja për president, edhe këta po flasim për më pak se 12 muaj. Këto zhvillime kanë menduar për më pak se 12 muaj. A ka nevojë Kosova me pas institucione? Ka nevojë. Tash flasim pak për skenarin që pak a shumë po shkon LDK, nëse nuk hyn me VV-n, nëse nuk hyn as me opozitën. A bie që mund të kemi një ngërç politik? Një krizë menaxhume. Mendoj që me vetë faktin që zoti Kurti i ka pa këtë proces zgjedhor si numra, nuk e ka ndërtu procesin besim. Në atë që quhet në politik besim, zoti Kurti e ka përdor besimin për me rrit në numër. Dhe kërkesa për 500.000 ka qenë e qartë që ose e marë hunin ose tirqit, që dhe të populli. Ka lip shumë. Tash ka lip shumë, kur lip shumë, kjo është rezultati që të ka dhënë. Edhe është për herë të parë, prej se ka hyrë vetëvendosja prej 2010-s në institucione dhe në proceset zgjedhore, ka fillu ramja asaj. Për herë të parë mas 16 vjetëve, 15 vjetëve, veprimtari politike, 20 vjetëve, lëvizje politike, e ka ramjen. I ka fillu, do marrë qel, aja që quhet ndalje e rritjes. Se çdo proces zgjedhor prej vitit 2010 ekip pozitiv, trendin ekip pozitiv, lakurën ekip pozitive. Dikur ma pak, dikur ma shumë, kohëve të fundit shumë. Kombinacionin e kështë në tash jemi këto. Aja që unë e mendoj tash. Aja që unë e mendoj tash. LDK-ja nuk mundet me qëndru inferior dhe nuk do të qëndron inferior në këtë proces politik. Nuk do të qëndron kandën e vdekun politik. Me thonë, bëni qka doni që ku jeni, grani, jo. Nuk është kjo pozicioni? Nuk është kjo pozicioni, jo.
Nuk është, pozicioni jonë është që ne dëshirojmë konfirmu qytetarëve të Kosovës që ato që kemi thonë, kemi me mbajt, konsistencën politike, kemi kërku besim, besimin e këtë dhënë këtë shkallë, 20 ulse në kuvend, nga 120, neve ne kemi besu 20. Këto ulse do t'i përkthejmë me përgjithësi dhe do të cilëmi politikisht me përgjithësi të plot me që Kosovën përpara, agendën politike përpara, po pa bo kthesa politike radikale edhe zhvillime politike që të gjithë tjerë kanë fillu me na prek. Edhe kjo me deklaratën me statusin në Facebook të Zotit Hoti, që është qëndrimi i tij politik. Edhe me debatin e mbledhjes të LDK-s. Kosovë nuk thuhet pse partitë tjera s'kan debat për rezultat zgjedhor. Ose s'kan qëndrim për rezultat zgjedhor. Po miren me LDK-n, sepse LDK vetë i shkakton. Nuk më na shkakton ne vetë kushtetin, a vetë kemi shkaktu këto zhvillime. Kështu që unë mendoj në interesin më të madh është që këtë ditë duhet më fokusu në ndërtimin e shpejtë të institucioneve. Unë mendoj që Kosova meriton me respektu votën, me ndërtu institucione. Nëse se bëni pare, bëni nëse thoni që krizën menaxhueshme nga Zoti Kurdi, ai bie që ai do ta nxjerr individ, këtë rast është përmend nisma mund të shkoj, mund të përmenden edhe deputet që mund t'i blej individualisht, kështu kushtimisht, apo mendoni që mund të kemi sërish zgjedhje? Cilat janë këto opsione? Unë nuk i favorizoj këto që thatë ju. Prostitucion politik në Kosovë ka pas, do doja mos me pa ma. Është shumë e rëndë. Në zgjedhjen e presidentes Osmani, kanë kalu deputet nga një parti tjetër. Po kjo është, unë nuk e favorizoj, nuk e mbështes, nuk e pëlqej, edhe sa të ka mundësi e luftoj. Politikisht me qenë korrekt, nuk e pëlqej. Por aja që po shihet ka prap tendencat njëjta. Që sepse është me votë qytetarëve, njerëz i japin votën dikujt për shkak të emrit që e bartë, por edhe për shkak të organizatës politike që përfaqëson. Nuk është vota dhurat. Askush që ka dalë vetë në zgjedhje, edhe le del vetë, këshyra po fiton, kërkush s'u fiton. Si i vetëm, s'mund me fitu. Por mbrana organizatës politike, njerëz ta vlerësojnë edhe partinë, edhe emrin, edhe familjen, mane edhe miqt, edhe vjen ndërtohet ajo mëshetja politike. Por unë më shumë përshoh këtë opcionin e parë që ne të thonë ju, nëse Zoti Kurti nuk ka partner, që nuk ka asnjë partner, përveç Emilia Rexhepit, e cila ka thonë mu më ka bo zëvendës kryeministre, edhe unë e respektoj, është tregu mirënjohëse s'paku për emnim. Se për diçka tjetër s'ka thonë që ka ndodhë. Ose partner politik kredibil, parti politike kredibile, grup politik kredibil që mundet me dhonë stabilitet i vendin nuk ka. Kosovë nuk ka. Kosovë ka mos komunikim në mes të partisë që dhe qeverin dhe partive që janë jashtë qeverisë, dhe ka mos komunikim në ekstrem. Rivalitetet janë të shku në pozicionet të armiqësive politike fatkeqësisht. Për fat keq, është LDK-ja ka pagu çmim për përkthimin e armiqësive në rivalitet politik. Largimin e armiqësive politike nga skena politike, nga jeta jonë. Na kena pagu shtrejt, na kena pagu me çmim, edhe me jetë, edhe me çmim politik, edhe me flakaresh politike, edhe me humbje të zgjedhjeve. Por kemi bo mirë, kemi bo pajtim, edhe kemi ndërtu kulturë demokracie në këtë vend. Tash nëse kthehemi në pozicione ku rivalitetet shkojnë në armiqësi. Mendoni që LDK-ja që të ketë një rikthem, ta themi si partia ndoshta e para apo të jetë shumë lart, duhet të qëndrojë në opozit apo duhet të jetë në pushtet në versionin e dytë që përmendet nëse dështon vendosje. Personalisht, cila mendon që duhet të jetë alternativa për LDK-n, ose ajo vendimare, ta themi kështu, orientimi. Personalisht, unë mendoj që definitivisht LDK-ja ka dhënë gjitha partive politike të përfshirë vetëvendosjes hapësirë, vend, kohë, mundi, dije, bashkëpunim. Sinqerisht, bashkëpunim të madh. Gjithve, nuk i kemi kurfar obligimi kërkujt në asnjë kohë me a kthy ndryshe,
Por, LDK nuk mundet me najt inferior të këtë proces kur Kosova po esna për terë. Politik, ka shi zhvillimeve rajonale, ka shi zhvillimeve në Evropë, 2 luftrave që ndu zhvillu, dhe potencialeve tjera për të pëlsit probleme dhe matë më në botë. Pra LDK ende nuk ka orientimin a duhet jetë opozit apo pushtet? Opozit, sonte jena opozit. Sonte jena 99 opozit. Por në proceset tilla politike, LDK-ja duhet me ditë sakt, nuk mundi me qenë vetëm gardian demokracisë. LDK-ja ka vot për Bedri Hamzën kryeminist? LDK-ja nuk ka vot për askend ma, nuk e këshna këthy në emën të përveçshëm. LDK ka vot për kryeminist e vetëm për Lumir Abdigjikun? LDK-ja ka vot vetëm për kandidatin e LDK-s për kryeministër. Për sot, për dje, për nesër. LDK-ja, edhe ato me 3 hapa domosdoshëm, se në kushte, rrugë që dhe na shofmi, qeveri stabile, institucione stabile dhe program i zbatushëm qeveresës. Nuk, këto 3 hapa, 3 regula, 3 lëvizje politike që LDK-ja me udhëheq Kosovës i shkakton tronditje të mrenshme në kuptimin e shkaktimit të 5 proceseve të mëdha reformuese edhe e Kosova në stad, në një nivel zhvillimor, përfundimisht. Këcen edhe hyn në një korridor zhvillimor që ke mundësi me bë, ke mundësi na me shkaktu. Në aspekt ndërkombëtar mundemi me gjetë rrugën më të mirë me rehabilitu këto marrëdhënie sot ftofta, shumë ftofta që ka Kosova, qeveria e Kosovës, me SBA-n, me NATO-n, me BE-n, e në veçanti me Shtëpinë e Bardhë. Jo vetëm me administratën, me State Department që përfaqëson, po edhe me Shtëpinë e Bardhë. Kjo parti dhe kjo parti që po qeverisë Kosovën kapacitetet të kufizuar tash, si ushtruese detyrës përfundimisht, ka marrëdhënie të këqija me shqiptarët, brenda shqiptarëve, marrëdhënie të këqija me popujt në fqinësi, me gjitha republiket, hiq Shkupin, i cili edhe me cilin ka një bashkëpunim formal, dhe të thoja, ma të afërt se sa që ka me Tiranën edhe me Podgoricën, sepse Sarajeva edhe Beogradin në raporte këtë tjera. Jo të njëjta, po të ndryshme. Por të rajoni jonë është interesuar dhe ky momentum që po krijohet për Ballkanin perëndimor nuk është ka krijohet në pritjet që ne kemi pas për para. Nuk frikona që Kosova, Republika e Kosovës mund të sakatohet. Republika e Kosovës është e pathyeshme, e pakëthyeshme, e paprekshme. Frikën që ja ka mbjell njerëzve, veç Albin Kurti ja ka mbjell njerëzve që do të më frigu pej Serbisë, do të më frigu pej Amerikës, do të më frigu pej Gjermanisë, do të më frigu pej gjithë kojna, do të më frigu pej Zotit, që mas pako e ka përmend. Por problemi është që në këtë fazë do të me pas një lloj unitetit brendshëm, s'paku për çështjet e mëdha që lidhen me sigurinë edhe me Republikën. Kuptimin më klasik, më drejt për drejt, do të me pas një unitet madh për te partive politike. Po që sot nuk ekziston. Që s'ekziston, fare s'ekziston, as nuk është në tavolinë. Vende tjera, shqit që ka bërë Gjermania me përballu zhvillimet e trendit ri botë. Pra, Trumpi ka ndryshuar. Që ka bërë Franca. Franca ka ndërhyr me zgjedhjet e jashtëzakonshme, ka ndërhyr në rundën e dytë, ka ndërhyr në proces zgjedhor dhe kanë shkaktuar zhvillime të tilla me u përballë me zhvillimet e mëdha, të mëshme dhe të jashtme. Zotë Aziri, jemi këtë në fund për shkak të kohës së limituar. A mund të kemi ndoshta opsionin fundit një qeveri, ta themi teknike deri në zgjedhjen e presidentit, sepse nëse e kemi këtë paqartësi dhe këtë mosvullnet, ta themi, të partisë parë për ta bërë qeverinë, nuk duken edhe shumë opsione. Vendi jonë është shumë politik, e kryeministri jonë është përtej politik me ndërtu qeveri teknike. Asë qeveri të unitetit, çfarë do që jalo me emrin, një qeveri të përbashkët të modeleve tjera. Në fazën që po kalojmë, protagonizmi ka me qenë aja që ka më udhëheq mendësinë politike në Kosovë, fatkeqësisht. Kush sa ka më mujtë më bë protagonist këtë proces,
në emër të popullit po flasin krejt, në emër të popullit po lexojnë krejt, në emër të popullit po veprojnë krejt, që është gabim. Vetë adresimi, vetë mënyra se si ne qasemi, kur flasmi, unë e kom lexu rezultatin që populli ka thonë, populli ka folë. Ka folë votust. Populli përfaqësohet në seancën konstituive të Kuvendit të Republikës. Kur ty 120 deputet mrena, tulen të japin betimin ata përfaqësues të popullit. Dhe ata kanë një rrugë përpara, kanë një parti të parë, kanë parti tjera që kanë rol, po deputeti përfaqëson. Votuesin e vet, kur të bëhen bashk, sovraniteti i Republikës është në sallë plenare të Kuvendit të Republikës. Deri aty mendoj që deputetët duhet me fillu me menu për përfaqësim të interesave të kësaj Republike. Në të kundërtën, Kosova përshet rreth agendave ideologjike. Zoti Kurti, si lideri vetëvendosjes, ideologjinë e ka më të rëndësishme se agendën e Republikës, se popullin e vet, se shokët e vet në parti, se gjithçka tjetër, dhe ajo është pa gjatë këtyre 4 vjetëve. Ani pse e ka mbrojt ai ministrat e korruptum, aferat korruptive, edhe gjithçka tjetër, por nuk guxojmë me leju që Kosova më bë territor i luftrave ideologjike. Faleminderit shumë për kohën, për shkak të kohës limituar, duhet ta ndërpresim këto. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit, është kënaqësi.